me profesion një aktore dhe aty e ke atë fokusin primar. Ndoshta e ke pas një periudhë në rini që e ke testu veten edhe me muzikë, po e di që gjithmonë synimi për ty ka qenë aktrimi, arti, skena, ku je tash edhe shumë aktive në teatrin, në Podujev. Qysh kanë qenë projektet këtë vit, e di që ke pas shumë shfaqje që i kam pa kështu që i ke lancu edhe në për rrjetet e tua sociale. Tregona pak për pjesën e aktrimit. Faktikisht, unë aktrimin e kom dasht prej qysh në moshë të re, dhe më thonë si 15 vjeqare kom marrë pjesë, kom luq shfaqje, edhe mandej kom studiu për aktrim. Është një diçka që unë e bëj me shumë dëshire dhe me shumë pasion. Mundësia për me qenë pjesë e ansamblit të teatrit, atë është asam një karë në pandemi, po bëhem 5 vite që jam pjesë e teatrit, vitet po flutërojnë dhe më thonë. E si sot po më kujtohet që kur e më tregove që veç ke vendosë me u bë pjesë. Edhe definitivisht ka qenë hap i duhun, e gjej vetën shumë, jam shumë e përmbushur në këtë pjesë, punojna intensivisht shfaqje të reja. Jemi një ekip fantastik, kolekti kam shumë të mirë që definitivisht ka rëndësi në këtë pjesë. Teatri është diçka që duhesh me dhënë emocion të drejtë për drejtë edhe nëse si ki raportet mirë me kolegë. Ajo sa do që ti je profesioniste, energjia vrihet. Kështu që na fatmirësisht këtë pjesë jena shumë mirë, e kemi një dashni shumë të madhe në respekt për njëri tjetrin. Edhe kemi punu kogja mirë edhe shfaqje të mira që publiku të Podujevës i ka mungu kjo pjesë, edhe jam shumë happy që po bojmë diçka për komunitetin. E di që e ke përmend shumë shpesh që edhe interesimi ka qenë shumë i madh, qoftë prej moshave ma të vogla, qoftë tek ta ma të rritunit, po e ke një farë kënaqësie, po më duket kur punon edhe me fëmijë edhe bën shfaqje për fëmijë. Më ka habit fakti sa shumë fëmijët kanë interesim për shfaqjet e fëmijëve, gjatë që unë i luj me shumë dashni. Fluksi është qaq i madh kur bojmë shfaqjet fëmijëve, sa që është e pamundur, po edhe dashnia tani të shtohet shumë ma shumë edhe din që ti veç je të punu diçka për të ardhmen, edhe është një farë kënaqësie në vete. Kështu që definitivisht shfaqjet e fëmijëve ja vlen edhe dhurojnë një kënaqësi të veçantë. Po, që ma tepër kur shpesh herë edhe i ke edhe fëmijët e tu. Po, ata janë gjithmonë në premierë, gjithmonë janë aty. E di që një rast kur ke pas një shfaqje, Froni, që është djali, është mundu m'ju tregu krejt kitë publikut aty. Po rreth që kjo është nona. Që kjo është nona jeme. Madje nëse s'gaboj ke qenë me një paruke, edhe është frigu që nuk po të njohon të tjera, nuk e ka një idenë. Se kush është edhe mundu gjatë që shfaqesh mu tregu krejt veç. Po, është ndjenje veçantë, sidomos kur i ki fëmijët në publik, edhe ti lunë në atë shfaqje, është një farë eksperiencë edhe një energji tjetër.